Përshëndetje miq të Radio Solit. Edhe nga unë Eran Sojli. Nga sot ne do të nisim një rrugtim mbrapsh, një udhëtim për nga kohët e shkuara, kur burrat ishin burra dhe gratë ishin gra. Edhe letrat ishin letra dhe s'kishim screen. Gjithsesi, neve do udhëtojmë në kohët tona për mbrapsh, por do të diskutojmë për hallet që kemi përpara. Dhe për ta bërë këtë, sigurisht unë sot kam zgjedhur një figurë legjendare, një karakter, një personazh i cili ju ka dhënë shpirt, ju ka dhënë diçka shumë të shtrenjtë, një personazh që i takon muzikës shqiptare të këtyre dekadave të fundit. Por para se ta prezantojmë, le ta dëgjojmë diçka. Arten, lëshoje. Super këngë dedikuar një super djali si i ftuar jon sot, Mani Pema. Më vje keq, po kjo nuk është gruaja ime, ja kupton, unë jam beqare dhe vazhdoj të jemi beqar, se jetën time, beqarin time ja kam dediku artit edhe zbulimit të këngëtarëve, e kupton, dhe të artistëve shqiptar. Megjithatë më pëlqen shumë sepse kjo është një këngë që është frymëzuar nga unë, edhe e komplimentoj atë vajzën që e këndon, është një nga këngët më të bukura shqiptare, e cila ka bërë epokë. Do më thonë, edhe tashi që e masin me views e me like. Gjithsesi ju falenderoj shumë për ftesën dhe që më lat mua barën e hapjes e qeljes e këtij podcasti që dua të them është unik në gjitha hapësirat shqiptare. Është unik se unë kam qenë edhe në podcaste të huaja, kupton, jashtë shtetit, kudo në botë, Amerika, Angli, Gjermani, Francë, Itali e tjerë. Megjithatë, në asnjë nga podcastet nuk ka qenë qendra qelësi solit, që është muzika, është thembra e akilit, ai qelësi solit, sepse me muzika, si ta them unë ty shoku, muzika ka vetëm 7 nota, po me ato 7 nota vazhdojnë të bëhen 700 miliard këngë dhe vazhdojnë, kuptohet. Tani ka një fazë që të kurje, sepse nga ka dalë ajo vajza këngëtarja madhe, inteligjenca artificiale, megjithatë edhe ajo pa qesin e solit s'ka qa bo hiç. Kështu që ju falenderoj që ma lat mua këtë peshë që ta qel këtë podcast. Faleminderit shumë për respektin. Mani, si duket vetja këtu? Sot e kemi ndarë mendjen të flasim një çik për gjërat që na shqetësojnë. Domethënë t'japin atë pjesën që nuk e patur mundësi ta japësh gjatë gjithë punës tënde, gjatë gjithë karrierës tënde. Qa mendimi ke? Tash qa mendimi kam për çfarë? Shikoj, ne jetojmë në një kohë të turbullt. S'po dim nga po shkojmë, s'dim kujt i përkasim, s'dim me kë jemi, çfarë konsumojmë. Qa mendimi ke për këtë? Qa mendimi kam si e ke këtu për shembull, është aranxhata, është e vetmja gjë që na mban lidhur me kohën e shkuar, më kupton? Munde? Po patjetër. Faleminderit. Unë që i vogël kam ftisja për aranxhata dhe më vjen mirë që një produkt shqiptar i tillë, domethënë është unik dhe na mban të lidhur me kohën. Normalmente, sigurisht për shkak të ndjeshmërisë që kemi dhe detyrimit ndaj audiencës, ky podcast nga që është i vërtet nuk mund të pranoj sponsora pa identitet edhe pa histori. Qa më kujtove më shoku. Edhe qa më kujton kjo shia. Kjo më kujton, si thësh, kur kam zbulu një nga këngëtarët më të famshëm të muzikës shqiptare të post-komunizmit. Shumë interesant. Kam qenë plazh atëherë në një nga këto plazhet egzotike shqiptare dhe më vjen një tingull nga larg. Aranxhata, kasata, paketa cigaresh, qomqa kiza, letra biqozi. Po shtanga më verme. Shumë interesante, në thuj që kush është ky artist. Ishte një tashim rëngjethet mishi të beton, më falë se do pidhe i qik. Kjo aranxhata më kujton edhe interesante shumë.
ishte pikërisht një këngëtar që nuk e dinte ku e kishte fuqinë e vet. Ai shkreti, shiste paketa, letra biçozi, çum çakiza dhe se merrte vesh se e mira vërtet e atit ishte Zoni. Zoni ishte edhe e thoshte me në një tonalitet ekstremisht lartë. Che era biçozi, ishte aranjata, casata e tjetër. Sol. Një lajm bombastik për ju. I vesh më shumë, i sy më shumë për ne këtu tash. Do të merrni vesh emrin e këngëtarit që ka zbuluar Mani Pema. Ma lejo të them që nuk e them. Nuk e them për arsye etike. Po jam një përjashtim për ja se s'ka problem fare. Nuk ta them. Nuk e them. Kjo është një histori suksesi. Kjo është histori tamam, histori amerikane. Imagjinoni tash një djali varfër atje që ecën nëpër plazh në ora 2 drekës, dilli saç në kohë, do të fillon të rreth, vërtet, shesin e aranjata, casata, paketa, letra biçozi, çum çakiza. Kjo është histori suksesi, më burr. S'ka lidhje më, është histori suksesi thu ti, e kuptoj, po këtu në Shqipëri, domethënë gjithë historitë e suksesit janë histori dështimi. Po të lutem tash në emër të gjithë stafit, imagjino jemi 47 vet këtu. Të lutem tash, Arteni po pret më, ngeli kjo suspensor. I përshëndes të 47 vetat, edhe të më fali stafi, po tash nëse ka mundësi, te mund ta heq, unë nuk e them emrin. Nuk kam për ta thënë. Nuk kam ta thënë se funit, e kupton, nuk du t'i bëj reklam, Se t'i bëj reklam, e disa nxjerrën si puna tyre këngëtarëve tash nuk ka lezet. Edhe juve më ftoni mu tash këtu. Po mirë më na thuj emrin e këngëtarit më burr, s'po themi ne gjë, më thuj më burr, është puna jote. Okej, dakor, vazhdojmë. Vazhdojmë. Ai sado këngëtari madh ose ajo, sado këngëtari madh që tjetë, e kupton funi nga kjo meni edhe nga këto durga ndal show. Tash nuk meritojnë tash të harxoj kohën time për gjëra të vogla tash. Këto janë vogëlsira. Gjithë këngëtarët nuk është se kanë ardhur. Domethënë muzika shqiptare e bazën sot e ka pikërisht ke rruga, domethënë është tjetër gjë. Po ta jap edhe i aranxhat tjetër. Jo s'ka nevojë, un pi ujë, vetëm Spring kemi. Shumë mirë, Spring. Ka rezet, ja. Në Spring jemi, Spring pino. Po mirë, tash na e thuj që kemi në këngëtarit, ha. Na e thuj që. Ja, nuk e them, ta thash që nuk e them, të lutem tash. Arteni po pret më, ngeli kjo suspensor. Springu që ka vërtet i mrekullueshëm. Shiko, mos ma ndro mo. Shka i freskita mo. Spring. Springu, s'ka nevojë për ty t'i bësh reklame. Springu është Spring. Por di që është Spring, domethënë s'ka nevojë për reklamën time, po tash edhe unë nuk ta them emrin shokut tash. Më vjen keq. Po shiko pra çfarë vlerësimi kemi neve nga sponsorit dhe ti nuk e thua emrin e këngëtarit që ke zbulu duke shit paketa, aranjata, casata, ku dëgjon. Nuk mund ta them emrin sepse nuk dua të hyj dhe t'i kthehemi historive mbrapa. Sa këngëtar kam qit unë. Triun ta shit mere me njërin. Unë kam kontribuar dha, ne kemi kontribute në art më shpirto. Ne kemi kontribute në shkencë më shpirto. E kupton, si është kjo punë? Ja pra ne po s'mund merremi me gjona të vogla tash. Tash mendoj unë, e kupton, gjithmonë sipas menimit tim, e kupton. Tu më thrisni që të flas unë, të bëj reklam vetes time, tash edhe më thon mu bëj reklam tjetër. Reklama punës sade është i zbulon artistën tash. Po ju ndihmoj, domethënë vetëm që mos ta lejmë kështu, okay, nuk është këngëtar, është këngëtare. Këngëtare, fansa të Sojli Sol, na shkruani dhe gjeni emrin e këngëtares që sapo zbuloi Mani Pema, menaxheri më i famshëm shqiptar i artit. Pra, shefe, besoj që të ndihmova. Ku kishim lënë më vetë? Te konsumi, ku jemi, ku po shkojmë, çfarë po konsumojmë, ku. Çfarë mendon ti, Mani, se ushqimet që ne konsumojmë sot janë të shëndetshme? Me thonë drejtën shoku, tash ne jetojmë me kohë që nuk e di, njerëzit mas ja 10 vjetëve do fillojnë të hajnë baterie. Nuk është kush ka pare ha shnetshëm,
kush s'ka pare, haqat haj, e kupto, si thonë asaj, haqat kapësh, kapçat kapësh, e kemi sloganin tonë si shqiptar, kapçat kapësh, haqat hash. Vetëm prasi ka ngel pa u hakeru këtu në Shqipni, gjitha po vidhen më, po hakerohen, kuptoti? Vetëm prasi ka ngel. Pse më nuk e di vetëm prasi, po barbunja, po bamja, si qeka. Të shi qëtë flasës për barbunja të shi, jenë Terezi, do më thonë, unë i them gjithmonë, e kupto se është për të theksu kjo gjoja, që, prasi, barbunja, bamja, po ku kapet barbunja me dorë, më 4.000 lekë kile barbunja, ma shoku, qa thu ma bujdo, 5.000 lekë kile bamja, ma, jem Terezi dhe apo ja. Shku këtë shkapen me dorë, më dhe. Po të shi do ajmë shneqëm, do më thonë pak të në këto kanë si shkomimi aty të popli, do më thonë të aj barbunjen. E kuptoti? Ti shkoj pjata 20.000 lekë e barbunjës. Po që prasi? Po me prasi. Unë edhe prasi nuk është se është lirë. Po me shiko se me prasi, ne shqiptarët, si komp, kemi tradit, kemi marrëdhënie, jemi të familiarizuar me prasin shoku. Sepse neve nuk e kemi vetëm pras, do më thonë, kemi gjithë jetën që hajmë pras. Edhe përveç se e hajmë prasin, bëjmë edhe transport. Prasin e përdorim edhe për gjellë, edhe për transport. Të shi të zuni arangjata më duket. Më zuni arangjata. Jo, më shoku, nuk më zuni mu arangjata. Shive pine i qika arangjat ti që të ndryqohesh i qike. Kupto, se arangjata të bjen Terezi. Po që thu, më si mund t'jesh më regull kur thu prasi përdoret për transport. Prasin e përdorim, po them, edhe për transport. Të shi për transport përdoret banania, dimat pun, të shi ka bo bujke pun. Ne shqiptarët shoku, kemi besoj mja 500 vjetë që fluturojmë me pras. E kupto? Kur kemi fluturu me pras, Amerikanët nuk s'kishin zbulu avionin, jo, po si shte zbulu as Amerika më shoku. E kupto? Ta shi me thonë drejtën. Mund të thush mu prasin, të tregosh, dhe prasin e kemi ngen. Fluturo me pras, është lema si të nga do. Okej. Sarkazëm e bukur, me siguri do kesh pas menaxhive edhe ne aktor, ke menaxhu dhe aktor një jetën tale, apo vetëm këngëtar? Më lejo me thonë që për shembull një bashkëpunim që kam pasur në Amerika që një aktore shqiptaro-amerikane e cila është aktore e njohur, është aktore e njohur apo gjithmonë më prezantonte si thoshte ky humoristiku, domethënë aktor humoristik. Normale ka dash me thonë humorist, ka thonë humoristik. Unë nuk e di që ka dash me thonë, vetëm ditë thonë që ka qenë një aktore brillante, do më thonë ka pasi talent jashtëzakonshëm, edhe mund të them që do më thonë për 2 orë ka kap 600 kë për 2 orë. 600 kë shoku. Dhe gjej rasti ta përshëndes. Haj Eva, haj. Kush është kjo? Ku jeton kjo? Në të vërtetë është një aktore shqiptaro-amerikane e cila përpara se të binte syrin tim si menaxher, e kupton, nuk e kishte idenë e gjuhës shqipe fare, po them. Ngatronte veteranat me veterinerët, për shembull, e kupton se po mirë, ju përveç se zbuloni këngëtar, artist, e kupton, ju zbuloni dhe aktore, aq më tepër në diasporën shqiptare, ëh? Si? Po, patjetër, faleminderit shumë pra, për këtë duhet me foli qika, e kupton, sepse në funit, e kupton, dhe ne jemi shumë të ndjeshëm, ne marrim artistin, e kupton, kudo që ta gjejmë, e kupton, si në fshat, në rrugë, kudo që tjetë, e marrim, investojmë e kupton, e qojmë, i regullojmë, e qojmë i klinike estetike, e kupton, e bëjmë të paraqitshëm, i heqim qaka tepër, i vejmë qaka mongut, e kupton, mas ne e nxjerrim, pra, e veshim bukur, e bëjmë dhe e nxjerrim, investojmë, po them, investojmë, është kontribut ky që javim ne menaxherët. Pra ne këtu në Shqipni nuk e sa arti, sepse s'ka menaxher më. S'ka, nuk ka menaxher. Më shumë punë kom, domethënë nëse mos t'i themi. Po, pse mos t'i themi, ne këtu jemi për t'i thënë gjërat. Ta shohim mirë këtë aktoren kush është, e njohim as e njohim. Shiko, është një fragment nga filmi Shpulla, që e ka nxjerr dikush në domethënë dhe qarkullu në rjet. Wow. Është një aktore e shkëlqyer. Arten, a kemi gjo filmin Shpulla aty, e kemi vjedh me nej ven, apo jo? Po besoj, është, do ta ketë Arteni. Më godit me po të them. Moj. Jyt do të të bëjt me duar time do të bëjt.
Mo godit moj, mos përfiton nga rasti që jam mashkull edhe s'te godas. Se po të godita një herë, Prova. Më po provoj, unë këtu jam, njeri s'ke, nga ku shke frikën? jo, si, E po ke frikë nga njeri? jo, s'ka frikë. Ua, interesante shumë si aktor, shumë interesante, edhe pse si duket fare portreti Në premierën e filmit megjithatë Shpulla. duket interesante, e rëndësishme është që është shqiptar, është shqiptaro-amerikane gjë. Në premierën e filmit Shpulla, ajo ishte kaq e emocionume sa pati aty një incident, domethënë mori zjarr, edhe vën me falenderu, domethënë zjarr fiksat, falenderoj fishek zjarre, domethënë i friti zjarr fiksave fishek zjarre, gjë të tillë. Gjithsesi, nuk është një ngatresë e madhe se ajo mbase për mangësitë gjuhës, e kupton, nga që mund të jetë rrita ne, nga ka ndërru fishek zjarret me zjarr fiksit. Është përkthim anglisht shqip anglisht kështu. Megjithatë ishte talent, sepse në fundit ishte talent se zbulova unë, se po mos kisha qenë unë si menaxher, tu kalu aty afër asaj, duke u njoh me këtë, se ne si menaxher unë dal pret gjithë botën me gjithë talente shqiptar, e kupton? Kjo është ideja. Pa kuptim domethënë. Po me që dolëm tu. Artem, faleminderit Artem. Shumë interesante, shive qa emri, shive qa not me juve, domethënë. Juve në qendër keni logo, keni Solin, qelsin e Solit. Juve dhe stafin e keni artistik. Me që dolëm tu ke problemi i gjuhës shqipe, po themi për diasporën. Mendoj që do ishesh me shumë interes ta diskutojmë çik të pjesën e gjuhës shqipe për këta brezat që janë rrit në kontinente të tjera, se këta që jetojnë në Evropë, shkojmë me vim, jemi shumë më afër, po për këta që janë në Australi, në Amerikë, në Kanada, se në Alaskë, se ka dhe shqiptarë në Alaskë, Qa mendon? Mendon që ata janë të aftë e kuptojnë mirë tekstet e këngëve të cilat i përcjellin këngëtarët shqiptarë ku shkojnë andej. Shiko, shoku, Si është marrëdhënia gjuhës shqipe me këta? është pyetje shumë interesante, domethënë shqiptarët në përgjithësi në diasporë janë shumë të jetur për art. Domethënë thjesht varet se çfarë artisti i çon. Dhe sa i thego tekstet e këngëve, ne kemi tekste të jashtëzakonshme. Domethënë po të marrim këtu këngët tona tradicionale që të rëngjethin me poezinë e tyre, për shembull. Janë tekste, si për shembull, kush kërcet Napoleonin, çunat e vorin pomit. A kuptoni që unë një ditë kam qenë duke jam përkthy një kompozitori shumë të madh të një që punonte me një studio që punojshin bashkë, domethënë për çmimet Grammy me gjithë memin. Edhe më tha, qa do me thonë kjo konga, tha që shqiptarët udhen për pjeta, e kupto se e nim ritmin, edhe i tha që, shiko, kjo kongë do me thonë, Who Danced Napoleonin? The Guys of Vorri Pomit. What's a Vorri Pomit? Vorri Pomit, është Grave of Pomit, ka qenë, do me thonë, rënqeth edhe i tha që ka kongë horror, tha, edhe juve tha, po jemi kom trimash, i thash, do me thonë, kjo është tradita jonë, ose shkodi i merë, për shembull, i kam përkthy një këngëtare, bile ajo kërkoj ta përkthente në anglisht kongën Ky pallati jot Mashida, do me thonë, mush me drita, edhe ku i shpjegova që konga vjen pikërisht në kohën ku Shqipnia s'ka pas drita. Do me thonë, filloj duke kokrën e lotit. Në përgjithësi është ritmi që i tërheq, ose e gjithë si thamo, e gjithë performansa, po themi, ose koncerti artistik, po themi që ne qojmë atje, shoqërohet gjithmonë me ushqim, e kupto, sepse ose shqiptari e doj qik me ongër si shumë, e kupto, ndryshe për shembull nga grekët që kanë ato buzuqet e famshme për shembull, që e kanë tradit thym pjata, ne shqiptarët, për shembull, kemi tradit shumë të buzuqe, ne qymë me kopsha pule. Po me të vras këngëtari s'ken për shembull. Me u vra këngëtari s'ken, Gjori Insurance, fap. Shi.
direkt marrë punë. Se ka dhe shqiptarë që kanë health insurance. Sepse shëndeti është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm. Po Gjori, po mirë një sekondë, se bën që ka kështu mbase mund të jetë mirë për shqiptarët e diasporës. A ma jepi çik numrin? S'kom syzet, se i arova si për piano, se jam të kompozu për një këngëtar nga Dubrovniku. Po ti japun më numër, tash i shive, i kap dot apo i shef? Po mirë. Ua, ti duhet ishe bo basketbolist më vlla. Ti si ja udhë direkt, se unë shof ku e marrë dorën, e kupto? Ja i sekundë u ta shofin tu. Gjori Insurance. Sy aty. Plus një, do me thonë qofë se ti telefonon nga jashtë, e kupto? 727 474 Okej. 3438. Mi jepi çik syzet tash. Mi udh syzet, kapim syzet. Ta që shoku, unë po i lëshoj i herë, këne je ti, apo këne? Ku je? Po, ja po i udhë thu drejt, ke kamera. Si udha e shpejti apo? Kështu për të bo kosh pas ke qeni mirë, po kështu për të prit, për tjerë. Miqtë të podcastit ton, ja po ju japim dhe një informacion të ri. Është krenari për ne shqiptarët kur t'i gjëjmë se dhe në Amerikë kanë health insurance. Insurenca, do me thëmë, falni, siguracion shëndetësor, që është një nga gjërat më të rëndësishme, sidomos në Florida, që Gjori Insurance. Numri telefonit 727 474 3438. Mos hezitoni. Do kujdesen për ju më shumë se që janë kujdesur prindit tuaj. Mani po kështu pjesa e kësaj, se tash kuptohet që bota, globalizmi kanë fillu një frym i çik ndryshe, i çik allasoj, themi ne këtu në Shqipëri. Qa mendimi ke për këto gustot gjinore, për shijet e barazive gjinore, po themi, a do shite një artist shqiptar për shembull që kishte preferencë tjetër gjinore nga ajo çfarë i ka dhënë Zoti? Të si shoku më ke voni qik vështirësie, kupto se këto janë gjona që duni qik balans, do më thonë ne arti është gjithmonë konvergon natyrisht gjithmonë në ato pikat që nuk janë të zakonshme, edhe po për saj përket mendoj me asa e njohë unë diasporën, ne jemi një vlerë jashtë zakonshme si komb, pikërisht për këtë pjesën që jemi konservatore, kupton, shqiptarët janë konservator, janë familja ose para. Familja ose ajo që dominon hierarkia. Për shembull, neve i shpjegojsha një herë një amerikane, një kolege time, menaxhere një këngëtari shumë të madh, po s'du me ja thonë emrin amerikan ky, po s'du me ja thonë emrin se s'du me i bërë reklam. Edhe po shpjegojsha që në Shqipëri, domethënë ne shqiptarët kemi hierarki, e kupton? Hierarkia is on the top of the top is a father. E kupton? Dhe këtë se lut topit. Pastaj on the top is a mother, që domethënë vjen mama e dyta. Pastaj, e kupton, më pas vjen Big Brother, që do më thonë vllai i madh, mas nej vje vllai vogël, vllai mesëm, ose vllai vogël, sa ne shqyr e kemi traditë që, e kupton, të paktën nga prindë mi e më përpara, do më thonë, kemi pas boga 7-8 kalamoj, varet qaquni, kemi pas, 2 goca, 8 goca, 2 quna, e kupton? Do më thonë, edhe pastaj fillo gruja, vjen muhabeti. Edhe në këtë pikë, do më thonë, kemi hierarkin e qartë, jemi për familjen, jemi për edukacionin, e kupton, për empathin, jemi për, e kupton, neve jemi kail, do më thonë, që të si artista dhe bëm aranjata, kasata, paketa, letra biqozi, qumqakiza, se sa të konvertohemi, si të thushë, nga pikpamja gjinore, se me thonë drejten,
Kështu jemi formu, kështu jemi rrit, edhe nuk kam asnjë gjë me atë pjesën tjetër, po thjesht unë personalisht nuk një nga arsyet që kam njëri pa martu është pikërisht kjo që them, do martohem, po tash do bëj fëmijë, tash kush do jetë prindi 1, kush do jetë prindi 2, a më kupto? Se në funit e kupto, të dy prindit jam mami, babi, e kupto, dhe unë s'mësohem dot me këtë pjesën tjetër, prindi 1, prindi 2, domethënë shkojnë qifti bashkë që ka 6 prindër, shkojnë këto lek të reja. Në restorant, e kupto, gruaja pagu veç, buri veç, domethënë, janë sa gjona kështu që ne shqiptarët i kemi rujt me thonë drejtë, dhe kjo është ajo që ne na ka majt akoma një komb. Nëse bravo, më thënë diaspora ka ngelur shqiptar, ata shqiptarët e vërtetë, ata shqiptarët e mirë, ata shqiptarët me... Në këtë drejtim meriton me thonë që diaspora është shumë më familjare, shumë më e lidhur, është shumë, domethënë familja është shumë më e shëndetshme në diasporë se sa e meriton një duar trokitje të madhe për diasporën, e meriton. Çfarë thotë ju? Çfarë themuna, janë ato thjesht e përcjell, shoku, e kuptoj se po e bëj veten tash sigur. Ma kuptoj, dhe unë këtu në Shqipni jetoj, më pëlqen ekstravaganca, më pëlqen konspiracioni, më pëlqen tensioni, e kupton, ajo gjë kështu, po aranxhata, kasada, paketa, letra cigare, e kupton, ku dëgjon. Mirë, se kalum, e folëm këtë, sepse këto janë gjëra në trend, domethënë, janë fenomenet e kohëve moderne. Neve si old fashion që jemi, edhe më bëhet qefi që e dëgjova edhe nga ty që ne shqiptarët jemi pak konservator në këtë drejtim. Po mi për dashurinë që meni që menon se është dashuria, që ka njerëz plot sot, ditë sot, me këtë teknologji, na jemi çmen, domethënë, ky brez i ri mendon që edhe fëmijët mund t'i bëjnë me teknologji, Është çike pyetje si klas me kjo, se më thon drejtë, unë kam provu shumë do më thona, dashnia është gjoja, dashnia është si konga, dashnia është shpirt më kur, është si me thonë, është fat me ranë dashni, sidomos ditë të sot me all looks për shembull, se e kupton, ke parë s'ke dashni, që do jetë, që duhet jetë. Flas për ata që e kanë i lloj njerëzilliku që i kanë ngel akoma. Parja është njëna anë, e kupton, po parja nuk e bot do të dashnin, e kupton. Kurse dashnia mu për shembull jam përpjek shumë me dash njënën, po kaq shumë qa zbona me dash nuk e gjeta dashnin, e kupton, nuk merdi dashnia, do më thonë të vite mu, i kështë ardhë vetëm asaj, e kupton, po musën vite, e kupton, dhe shio fatkeqësi kjo njetë, dashnia njetë vje vetëm njerë. Dashnia është fat me fjallë. Fakti që vje vetëm njerë, vetëm gjonat e mira vinë vetëm njetë. Tjerat janë parja ikën, e vjen soku sa erdush, e kupton gjatë jetës. Mirë. Tashi unë po pyes, dashnia e bë familjen, apo vetëm parja për shembull. Po tjetë vetëm parja, e bë familjen parja, apo e bë dashnia? Sot për brezin e ri s'ka lidhje fare dashnia, domethënë nuk e njohin si fenomen, nuk e kuptojnë çfarë është. E kupton dashninë, e kupton dashni sot për nesër. Edhe ky është i problem, menojëm shumë për brezat e ri që janë tash, domethënë që s'din me dasht, e kupton, po pengesa parë që i del përpara i thonë tjetë, ose të njoh, s'të du mo, s'të bëj mo, e kupton. Plus që ka fillu njerëzimi ka fillu me u dashuru me gjona që s'ekzistojnë, e kupton. Do më thonë, i quni im, shoku im e ka i qunë të vogël, e kupton, dhe kur e urojmë, si që kemi ne shqiptarët, ajde ndasëm. Më thaj ditë, tha qatë dasme muroti, tha kur të rritet ky, tha vetëm robot ka për të pas, ka të ble, i robot femër në dyqan, edhe ka për ta. Ore, thash, shqyqyr, isha dhe ble femër, nuk ta ble moshku, tha se, e kupto, e keqja s'ka fun, edhe mira s'ka fun, kur i thomë, pra ne menoj që dashnia duhet kultivu që kur je i vogël, do më thonë, duhet ta shofi fëmia babën se si e don nonën, do ta shofi goca se sa e don nona babën, sepse këtu fillon edhe kuptohet dahet dashnia nga teknologjia. Nuk e dia, jam i qartë se mos u bona shumë filozofik, se unë jam shumë kështu. E kuptohet, kaq vjet në treg, kuptohet, si menaxher, domethënë,
s'komblon kom tentu shumë për me gjetë dashni, se kom gjetë. Morën vesh se ke gjetë, po po, kita jep Zoti, e kupton, ku të shkoj 90 vjeç, do ta jetoj prap. Oshi vetmi qelsi që të man të rit, man forever young, kur I thonë, e kupton, pavarësisht se e di që ti se kuptohet e që për themun, po mbase e kupton tjerë. Apo jo Arteno, e kupton të soj, unë po të pyes, a ka fuqi dashnia me bo familje, apo mund ta krijoj familjen paraja, për shembull, e krijon paraja familjen, pa dashni, krijohet familja? Tash ko lufte për shembull që jemi ne, ç'a mendon ti ku si mund duhen njerëzit kur po promovohet vetëm lufta, ndarja, vrasjet, bumet e këqija, bumet negative. Me thonë drejtën shoku, ose dhimbshme kjo që po ndodh në gjithë botën, domethënë se nuk o puna se ka I luftë diku me najtë cep botës edhe nuk është puna që është largë, po me teknologjinë sot, me këto lajme, e kuptoj që na vinë, ose si me të nodhë lufta pos pallatit tatë më burite. E kuptoj sa hapsyt, e kuptoj të ngjo, raketa balistike e thyun mes këte, e qasë ngjo lloj armësh, të shi I komplekse dhe këto videot e luftës me këto videot e AI që bo inteligjenta artificiale, e kupton? E na ka hyj fryk kot më kot. Domethënë nuk kosh fare këtë gjë. Kjo po të përkthehej në art sigurisht do ta kishte ndryshuar botën, sepse më vjen keq shumë edhe për Iranin, edhe për Izraelin, vjen keq, e kupton, për gjitha ato vene që janë aty, sepse mund ta zgjidhshin shumë kollaj konfliktin, e kupton. Ja mendon ti që mund të zgjidhet kriza në lindjen e mesme për shembull me art? Patjetër mund si. Po, se arti I formon njerëzit shpirtërisht, domethënë është ushqim shpirtëror. Patjetër, me art edhe pa art zgjidhet, e kupton? Ktu gjithë për mendimin tim, po ti isha unë, e kupton, pavarësisht se mos më pyet njeri. E kupton? Se dhe Irani e ka tepruar çik, me thon drejtë, po. Mund të keqen mos e po na lçojnë ai bumje kënaqëse. Jo, po them, domethënë po, edhe këto tjerët nuk është se kanë nejt mongut. Domethënë tash unë mendoj që ka vend për paqe sa dush dhe gjithë Chelsea është në Dubai, shoku. Dubai. Gjithë Chelsea është në Dubai. Ne rrafshojmë me 2 raketa. Atje janë produkte tamam, domethënë që mund të sjellin paqe në këtë botë, se bota janë gjithë frustruar koto. Këto produkte që sjellin paqe. Sa Dubai atje nuk them që Chelsea janë këto princat e Dubai dhe ku dëgjon se janë këto, po mund të jenë shumë bukur femra është nona paqes, e kupton? Në tavolinën e bisedimeve, nuk kam se rinë tavolinë bisedime shoku, mund të rinë në dhoma të kuqe, e kupton, të shtrihen aty, të kënaqen, e kupton, dhe t'i zbusin gjagrat. Qetësojnë gjagrat. Gjithë luftrat, nga femrat e kanë pas zëna fillën, pavarësisht se këto se tregojnë, po unë mendoj që është I gjë tillë, është I femën mes tu, që po I bë çarap gjithë. Ndoshta për sa I takon kësaj punës artit, mendoj që është Chelsea dhe Chelsea ne kemi ne shqiptarë. Chelsea. Unë mendoj që nëse ne do kishim çuar në Iran, e kupton, në vend të anijeve, armëve, do kishim çuar mandin e një shtullës, e kupton, kjo punë do ishte zgjidhur me kohë, e kupton. Arten. Të kalali shpirt, të kalali gjane, kupton? Me këte kërce Irani për pjetër, lapa, gjithë, ku do, lindja mesme, e kupton? Pra nëse nuk e qetësoj mas me këte këngën, qetësohet që. Po qetësohem pra, mi po. Mos vazhdo. E kupton, neve nga që jemi u Irani në raket këtu se neve na ndjekin edhe në Iran, kuptohet. Tash pavarësisht se kanalet e luftës, ne jemi më të parët aty. Çfarë thotë shoku? Na ndjek të fati I mandit të një shtullës. Me të kalali shoku. Po pse më shoku edhe në Iran nuk shif keni jo, po ju që keni të papam. Do më priti herë të shi të regullovi, se s'ma thekte me përpara që na shofin edhe një anë më shofi, të shi se s'ka lezet, e kuptote që... Qa mesazhe ke për shqiptarët? Të shi mesazhe im për shqiptarët është dashni dhe muzik, asi gjo tjetër, dhe mos të ngatarojnë stomakun me shpirtin shoku, se ka qëllu që I dhem këtu mrena, e kupto? I dhem të mrena shoku edhe kujtojnë se I hajt bukë dhe hajnë bukë. Po, pra ne jemi obeziduiqi. Mrena stomakut o shpirti. Të kënoqin shpirtin,
me muzikë, me dashni ta du njëri tjetrin, edhe mos keni note se në funit gjithë për like jemi. Po gjithë për like. Faleminderit shumë. Faleminderit Mani. Faleminderit. Miq të Radio Sol dhe të Sojli Sol nga sot e tutje, ishim me një nga menaxherët më të mëdhej të historisë së muzikës shqiptare post-komuniste, moderne e të gjitha bashk, Mani Pemën. Faleminderit miq të Sojli Sol, të Radio Sol, edhe të miq sigurisht. Ju falenderojmë shumë për kohën edhe shpresojmë që t'jeni kënaq me këtë emision të parë të Sojli Sol. Ky emision u mundësua nga Aranjata, Uj Spring, Uj Glina, Gjori Insurance dhe Restorant Gallonero në Peabody, Boston. Ju falenderojmë shumë, veçanërisht juve që kishit një sy më shumë dhe një vesh më shumë për Sojli Sol. Deri herën tjetër, një puthje. Arten Lëshoje.